në Tiranë, por kjo ka ndodhur sot ditën e sotshme në rang vendin. Pra në gjithë qytetet e Shqipërisë, si atë transportin urban qytetas, ndër qytetas, interurban. Kjo vjen si pasojë e mos reagimeve institucionale. Pra, le ta marrim më të zgjeruar pak, ndjekim kronologjinë të cilën zhvilluar dhe kemi arritur deri në këtë pikë, që prej javës së parë të nisjes së luftës në lindjen e mesme, rritja e çmimit të karburantit pati një trend rritje prej rreth 30-40 lekë që javën e parë. Kemi filluar reagimin duke nisur shkresat tona informuese në lidhje me rritjen e çmimit të shpejtë dhe se duhet të ulemi në një tryezë për të parë se si do jetë vijueshmëria dhe se si do jetë projekcioni në rast se çmimi te i kalon 200 lekëshin. Shkresat kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe ja ku u kalua çmimi prej 200 lekëshit? Po, pati një reagim dhe ulje në një tryezë midis ministrave, pra asaj të zonjës Ibrahimi, zotit Karakaçi dhe përfaqësues të Ministrisë Financave, me të gjithë aktorët, operatorët e transportit qytetas, ndërqytetas dhe interurban, ku u shprehëm në lidhje me kërkesat tona, propozimet tona dhe në një farë mënyre nga reagimi dhe ajo që u premtua në atë takim ishte se paketa e emergjencës do të vihet në funksion shumë shpejt apo do ketë një vendimarrje në lidhje me mbështetjen financiare për këtë sektor. Në atë takim u la që në datën 7 prill do kishim një takim të dytë për të parë mbështetjen që mund të jepte qeveria dhe takimi nuk u zhvillua as në datën 7 prill, por dhe sot që ne flasim nuk kemi asnjë lloj reagimi institucional apo informacion se si do të vijoj pjesa e kërkesave që ne jemi adresuar qeverisjes qendrore. Ajo që ju keni bërë deri në këtë moment është reduktimi me 40% të transportit. Gjë që ndikon drejt për drejt tek qytetarët. E keni marrë një vendim ditën e djeshme? Po, janë dhe sot ka hyrë në fuqi. Ishte pak vonë për qytetarët, pa kaluar pastaj tek se masat e qeverisë që duhet i kishte marrë.